Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet për dy ish prokurorët Kledian Llaho dhe Çlirim Shahini dhe ka dërguar në gjykat kërkesën për kalimin e çështjes për gjykim. Kledian Llaho akuzohet nga SPAK për korrupsion, ndërsa ish prokurori tjetër Çlirim Shahini, që ushtron profesionin e avokatit për ushtrim të ndikimit të paligjshëm, ish prokurorët e Sarandës dyshohet se u përfshin në një aferë korrupsioni për zbutjen e masës së sigurimit të ndaj shtetasit Pando Papuçi, i cili ishte shpallur në kërkim për ndërtim pa leje. Ky i fundit, pasi arriti të shmangej drejtësisë për 2 vite, u arrestua dhe doli para gjykatës për vlerësimin e masës, e cila u gjykua dhe u ndryshua brenda 1 ore nga gjyqtarja Edona Vajushi me kërkesë të prokurorisë. Dyshohet sipas SPAK se ish prokurorët i kanë kërkuar para Pando Papuçit në këmbim të ndërhyrjes në procedurat gjyqësore me qëllim zbutjen e masës së sigurimit ndaj tij. Këto veprime të dokumentuara nga organi i akuzës provojnë ekzistencën e një skeme korrupsioni të organizuar ku funksionar të drejtësisë kërkonin përfitime monetare për favorizim të trajtimit të çështjeve penale. Llaho dyshohet se ka marrë 30.000 euro nga miku i tij, biznesmeni Vasil Bakalli. Ky i fundit provohet se vlerat monetare i ka marrë në shtetin grek, ndërsa prokurori i Papuçit, Çlirim Shahini, provohet se ka marrë 25.000 euro në këmbim që t'i kërkonte gjykatës masën detyrim paraqitje, ndërsa në total dyshohet se janë paguar 55.000 euro për një masë sigurimi. Llaho e kërkoi këtë masë në gjykatë dhe ajo u miratua nga gjyqtarja Edona Vajushi, por këtë të fundit nuk u provua akuza. Në akuzë është edhe biznesmeni Vasil Bakalli për korrupsion, i cili dyshohet se ka luajtur rolin e sekserit me prokurorin Llaho.